Një operacion i përbashkët është zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga policia e Elbasanit me qëllim goditjen e një grupi kriminal që operoi në trafikimin e lëndëve narkotike. Në total janë arrestuar 4 persona, njëri prej tyre banues në Shkodër dhe 3 të tjerë në flagrancë, ndërsa u sekuestrua 41 kg hashash. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin siguronin dhe transportonin sasi të konsiderueshme lëndë narkotike kanabis sativa, me qëllim shpërndarjen dhe shqitjen e saj në disa qytete të vendit, nga veriu në jug, si dhe trafikimin jashtë territorit të Shqipërisë. Personat e arrestuar janë Arben Guçe, 31 vjeç, Elion Qeva, 29 vjeç, Fram Pietra, 35 vjeç dhe Marko Muraca, 31 vjeç, banues në Shkodër. Ky i fundit i kishte vënë në dispozicion një automjet 35 vjeçarit me qëllim transportimin e lëndës narkotike. I arrestuari Arben Guçe, i cili po drejtonte një automjet, ka tentuar të arratiset dhe ka dëmtuar një automjet të policisë. Përveç 41 kg hashash, policia gjithashtu ka sekuestruar një armë zjarri Kalashnikov me municion luftarak, 2 automjete dhe 2 celular.